Na kanë ndrodhe neve jeta komplet. E kam mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di amun arrindi këto, do të mi kalu disa rrugë. Ju lutem, mos e politizoni, nuk jemi dalë për çështje politike. Është bo një aksident, është aksidentu një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë plan. Jemi dalë për paknatësinë që po na i ka nosët rreziku fëmijëve tonë. Mbrapa me janë prindrit e nxënësve të shkollës Sasim Bokshi, ku sot kanë organizuar një protest tek shkolla Zenel Hajdini, e krejt kjo për shkak të ndërimit të objektit që është bërë nxënësve të shkollës Sasim Bokshi. E kjo për prindrit është mjaft shqetësuese. Arsyeja sepse është bërë ndërimi i objektit është për shkak të mësimit tërë ditor që ka qenë planifikuar të fillojë. Dhe sipas tyre po paraqet rrezikshmëri të lartë për nxënësit në këtë shkollë. Shqetësimi jon kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Pasi që rruga cilën e përshkruajnë fëmijët është e ndamen përmes magjistrales Prishtinë Podojeve, e cila është rruga ose magjistralja më e ngarkuar në Prishtinë. Kështu që është shqetësim shumë i madh për neve. Nëse nuk bëhet zgjedhje me i kthy fëmijët tonë në Sasim Bokshi, atëherë kemi me pas probleme, pasi që edhe para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentu një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë plan. Po, sa shumë i nxënësve që do të kërkojnë kthimin e... Po, na komplet shkolla Sasim Bokshi është, do thotë është bardh këtu. Dikon rreth 270 nxënës janë. Është shqetësim shumë i madh. Distanca prej rrugës Varreza o qytetit atje, po duhet me ardhur këtu me kry procesin e mësimit. Por ata dhe është ndërtuar shkolla Sasim Bokshi. Masi që është ndërtuar Zenel Hajdini për mjau lehtësu, jo për mjau vështirësu. Andaj kërkojmë që me na kthye urgjentisht drejtoria të KA-ja shkollën tonë Sasim Bokshi. Çfarë arsye është bë decentralizimi që me zhvillu procesin e tërditor, mirë po kjo veç e ka vështirësu. Edhe pse s'ka fillu hala, ende s'ka fillu, po është vështirësu shumë. A keni bisedu me dikon prej komunës konkretisht me drejtorinë e arsimit? Po, kemi bisedu, kemi qu kërkesë, jemi taku, mirë po nuk kemi marrë përgjigje adekuate që na përshtatet neve. Edhe unë kam shqetësim sepse duhet me dalë nga puna, me ardhë me marrë fëmijën, ose me detyru thjesht dikën me ardhë me marrë. Na kanë ndrodhe neve jeta komplet. E kam mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di amun arrindi këto, do të mi kalu disa rrugën kryesore, disa rrugë do me thonë deri për marrë deri këto, shumë problem. Është shqetësim jashtëzakonisht i madh për neve, si familje. Kështu që atje ka qenë shumë afër, nuk e di pse më ardh këto. Na ka mujt fëmija me shkollë, më ardh vetë shkollë. Këto nuk guxoj me lëmë, më ardh vetë, është shumë e vogël. Falë nëse mujmë ndërhyje, kemi edhe një kërkesë na si përfaqësues të prindve. Kjo çështje ju kisha lutur të gjithëve të mos politizohet, sepse fëmijët tonë janë mbi politikën. Siguria e fëmijëve tonë është mbi fushatën, mbi të gjitha. Nuk jemi dalë këtu as me përkrah kërkan, as me dëmtu kërkan. Jemi dalë për paknatësinë që po na i ka nosët rreziku fëmijëve tonë. Për këta jemi dalë për sigurinë e fëmijëve tonë. Ju lutem, mos e politizoni, nuk jemi dalë për çështje politike.